Këtë javë fillojnë foltorët në Shqipëri, jashtë Tirane. Dhe do vazhdoj në të gjithë vendin. Elidor Zera, mesazhi i sekretarit amerikan të shtetit, Marco Rubio, përveç urimit për 28 nëntorin, kishte edhe një mesazh të drejtë për drejtë për luftën e munguar në Shqipëri ndaj karteleve e trafikut të drogës dhe grupeve kriminale ndërkombëtare, pasi aktualisht kjo është një front kryesor i SBA-ve. Ky mesazh duket se është një mënyrë për t'i thënë Edi Ramës se ti ke lidhje me ta. Si e komentoni ju, zoti Berisha? Lidhjet e Edi Ramës me kartelet e drogës tashmë janë të padiskutueshme. Ata të cilët presidenti Trump i ka cilësua si organizata terroriste, si Sinaloa e Meksikës, kanë qenë të pranishëm në takime me Edi Ramën, kanë përfituar licenca kazinosh dhe hotelesh. Përveç kësaj, charteri nga Tirana në Aruba me qeveritarë shqiptarë ku mundet vetë Edi Rama, por nuk e kam të dhanas të sakta, për të takuar me bost e karteleve të drogës në Aruba, janë dëshmit më flagrante të bashkëpunimi direkt të Edi Ramës me kartelet e drogës. Unë duhet të them ju se Erky Sagasi është bërë famoz në mbar botën dhe në këtë kontekst mendoj se mesazhi i urimit të sekretarit Rubio, por edhe presidentit Trump, preka po trajton problemin më themelor që kemi sot ne si kom dhe si vend, drogën dhe krimin dhe luftën kundër tyre. Kjo përbën një inkurajim në përpjekjen tonë të madhe për të shpëtuar shqiptarët nga ky regjim i bazuar në drogën dhe krimin. Marcel Qelo, një nga pyetjet e mia, Sali Berisha, është se kur do të jepni dorëheqje nga Partia Demokratike nga të gjitha funksionet e saj. Të hapet rruga për zgjedhjet e reja në PD. Gjithë kasa e vjetër duhet largohen nga PD-ja, të rinj duhet marrin dhe të udhëheqin PD-n drejt fitores. Nëse keni burrë, ktheni përgjigje.